Marrëdhëniet mes SBA-s dhe Ukrainës janë tensionuar mëtej pas akuzave të Donald Trump ndaj presidentit Volodymyr Zelensky. Trump pretendon se Zelensky po përpiqet të tërhiqet nga një marrëveshje rëndësishme për mineralet mes dy vendeve dhe paralajmëroi për probleme të mëdha nëse ai e bën këtë gjë. Gjatë një deklarate në Air Force One, Trump theksoi se Ukraina dëshiron të antarësohet në NATO, por sipas tij kjo nuk do të ndodhë. Marrëveshja e mbështetur nga Shtëpia e Bardhë parashikon ndarjen e pasurive minerale të Ukrainës me SBA-n, duke e cilësuar nga Trump si një formë shlyerje për ndihmat amerikane ndaj Kievit gjatë 3 viteve të fundit. Javën e kaluar të dyja palët lëshuan një deklaratë të përbashkët duke rënë dakord për përfundimin e shpejtë të marrëveshjes. Megjithatë, zhvillimet e fundit tregojnë një kthes të papritur nga diskutimet e mëparshme mes Trump dhe Zelenskit në zyrën ovale. Nga ana e tij, Zelensky ka kërkuar që avokatët e Ukrainës të shqyrtojnë marrëveshjen përpara se të marrë një vendim përfundimtar, duke lënë të hapur mundësinë e rinegocimit të kushteve me Washingtonin.